Kanë akoma shije. Një sekundë, se në qoftë se ka një deg që ne konkurrojmë denjësisht me komunitetin evropian, është industria e gastronomisë. Po pra, po qa, se ne nuk është se përdorim nga shumë mishin tonë. Këtu mishi vjen nga Argentina, vjen nga Brazili. Nuk vjen vetëm nga Brazili. Mishi, ti e di si shkarkohet mishi në Port të Durrësit, në Piskë të Vapës, vjen i ngrirë, shkarkohet rrit 2 ditë atje, shkrin, dhe kur shkrin mishi, ti e kupton shumë mirë, ja ta shpjegojnë edhe të gjithë panelistët që ke këtu, po u shkri mishi nuk hahet më, të futet ngrihet, e kupton? Që këtu i gjithë kë mishi porti që ka ardhë dhe shqipëri, dhe të qëndruar në frigorifere u mbet vlerën. Po pra po. Vetëm që u mbet vlerën, pa në një temperaturë. Po ti tani po më thua mua që gjithë restorantet përdorin mish shqiptar? Nasim njërë. Ke Brazili, ke Argentine, që shitet me nga 3-4-0 nga mrapa. Shiko, konsumi po u rrit konsumi, po të ketë shumë ti nuk ke mundësi më që të përballafsh. Se s'ke gjë. Po pra, dhe mishi vjen nga vjen. Vjen nga jashtë. Vjen nga jashtë, po. Shiko, janë gjithë to mishat e huaj janë. Po pulat nga vjen, nga Kina nga vjen. Brazili është mësuesi i parë. Çështja nëse thotë zotëria që po e përdorin mishin shqiptar, po? Atëhere, ku e gjejnë? Sepse ne unë po vuaj për gjetur pak mish shqiptar. Nese do t'japun adresat, shkosh të marrësh mish shqiptar vetëm. Mish shqiptar burgjes. Një rast, ky është një rast. Edhe tradita e rritjes shqiptare ka restorantet që ty të blejnë me 20 euro nga tavolina dhe ta marrin 13.000 lek. Jo, nuk ndodh, aty nuk ndodh. Pulat i ushqen me faktën me sa kam parë unë. Kërë pulat s'ka pula fare këtë vit. Nejse, pulat i ushqen me mish peshku. Vetëm këtiku po gjete në i puldeti se s'ka më. Edhe baldushku. Po, s'ka më ore. Ande nga Berati, kishte vetëm gjela. Qa ka ndodh tani? Kanë ngort pulat gjelat apo gjelat pulat? Ka njerë, fshatrat janë. Ku ka një pulat ore? Pulat e derit ku ka një. Edhe pula ka sa dush. Po. E di ku dallohet